Si do ta përshkruani gjithë karrierën deri më tash, publike, në politikë dhe në gazetari? Unë prej fillimit tim edhe në Suedi, kur kam qenë edhe jashtë edhe brenda, duke konsideru këtë profesionin tim si një mision, ju mundu me bo diçka për këtë vend. Jam mundu, do më thonë, për pos qindra emisioneve që i kumë bon mediat e huja në radio, në televizion, deklarata, intervista, shkrime, kur u bo lufta e Prekazit e konsiderova një moment historik për të bon filmin e Adem Jasharit, që realisht fëmijët e tu, edhe fëmijët e mi, Adem Jasharin e njohin prej filmit tim. Kjo është një fakt i pa mohueshëm, i pa diskutueshëm. Dhe këtë film e kam bo, do thotë, mbas vrasjes të Adem Jasharit, para përfundimit luftës, dhe i vetmi njeri i cili më ka ndihmu me bo këtë film, ka qenë një Kroat, Nikola Majstrović, njerin nga serbt ose njeri kundër regjimit, edhe ai arratisur shumë herët, kameraman nga më të njohurit në botë, që ka punu 20 vjetë televizion publik të Suedis, ka qenë gjithë botën, ka bu dokumentar në gjithë botën. Nuk më kanë ndihmu askush për fatin e keq. I kam bo kërkes Bujar Bukoshit në atë kohë, edhe qeverisë të përkohshme, për me ndihmu me bo filmin, nuk kanë pranu. Nuk kanë pranu as disa shokë të mi e tutë. E kam bo me bugjetin tim, me shpenzimet e mia, me të gjitha, edhe pastaj kam shku në pothuajse në gjithë Evropën me shpenzimet e mia, edhe me shpenzimet e punën e një patriote shumë të madh të familjes të Ilaz Kodrës, Ilmi Kodra, i cili ka jetu në Gjermani dhe pastaj është kthy në luftë bashkë me vajzën e vet 16 vjeçare. Në çdo cep të Evropës me Elmin, e në të shumta në raste vaj vetën, ka shku edhe e ka shfaq filmin e Adem Jasharit. Në rrethona lufte, po flasim pa përfunduar lufta, dhe atë kujtohet përjetimi kur e përfundove filmin dokumentar për Adem Jasharin. Në ato momente, mbad mend, sigurisht në detaj në bazë të paharruar, çfarë përjetimi është për? Shiko, kolegët të cilët kanë punu me mu, e din edhe ti ke punu bashkë me mu, që unë në jetë time, për shembull, jam përgatit për emision, por unë nuk kam përdor asnjëherë, do më thonë, tekstin nuk e kam vun printer në kamera. Në autocue, po? Në autocue, dhe mëse kemi kry montazhin zbashku me Nikola Majstrovićin, mëse kemi bartë të gjitha kasetat nga VHS, që mi dha Bacerifat në Gjermani, që ishte një kosto shumë e madhe me morte një studio në atë kohë në televizion të Suedis me rezervua ndej këndej. E kemi lëshu, unë e kam hy në studio, ka ecë filmi, edhe duke shiku filmin, çdo fjalë e cila është e thome në filmin e Adem Jasharit është fjalë cilën e kam thonë nga shpirti dhe nuk ka asnjë tekst shkruar. Dhe në fundin e filmit, e kam thonë këta djem dhe këto vajza të ushtrisë çlirimtare të Kosovës do të na rishfaqen në çdo vend e në çdo kohë, ashtu sikurse do të jetoj për jetë e mot i vdekur i gjallë në mesin e ne gjallëve të vdekur, Adem Jashari. Pastaj mbas luftës do thot... Kush që telefonoj, nëse ju e mbani mend, kush që ju morin telefon, ose me kë kontaktuat pas transmetimit të këtij filmi, që kryengriti emocion, po them, kolektiv të shqiptarët?
Po, shiko, une filmin e kam bo komplet në marrëveshje me Bacin Rifat. Edhe kur kam shku pastaj në radio televizionin shqiptar, po ta shikosh që del në për gjitha mediat sot Homza kur fol me dajën e vetë ato nod, edhe që vallëzojnë. Pjesën, po. Po, që vallëzojnë me lullin e qash sajt jashare aty. Kur kam shku Ridvan në Tiranë, ki dëshmitar Aslan Bajramin, ki dëshmitar Besa Qekun, ki dëshmitar Konjupcën, babën e Glaukut. Sherifin, po. Sherifin, njëri jashtëzakonshëm. Po. Mustaf Muqen e ki dëshmitar. Në atë kohë, redaksia e Kosovës realisht terrorizohej nga drejtori general i Radio Televizionit Shqiptar. Si? Terrorizohej, ata në mënyrë absolute nuk ju interesoj ke as lufta, as kurgja. Une është dasht me shumë mund, me shumë sakrificë, është dasht me dhon pare për me transmetu sekuencat e filmit Adem Jasharit, ajo që ka dalë aty. Po e thu këto për herë të parë? Po, për herë të parë, po të thash krejt qëta dëshmitar që e din. Ke dhon para në RTS? Në RTS për transmetim dhe reklamat që ka shku për shfaqjen e filmit, për shembull promoja, po? Promoja që ka shku, për atë në atë kohë, dhe me thonë 98, 99, dikon me faktura, po të thamë, kam pagu mbi 50.000 marka. Mito? Radio Televizionit Shqiptar, po. Korupcion? Po. Sër ka shku reklama, dhe me thonë është pagu pare shumë e madhe.